Këto pamje tregojnë një parcel ku kultivoheshin bimë narkotike kanabis sativa pranë liçenit të Lukanit në një tokë publike në bashkinë e Dibrës. Policia lokale kishte marrë informacion për veprimtarinë kriminale dhe kur ndërhyri u përball me këto pamje. 2 persona u vunë në pranga në kushtet e flagrancës, pasi u kapën duke u kujdesur për bimët narkotike, të cilat siç shihet kishin arritur për masa të konsiderueshme. Të arrestuarit janë Arjan Karaj, 38 vjeç, banues në Kamëz, dhe Aurel Bajraktari, 39 vjeç, banues në fshatin Derjan të Matit. Sipas policisë, në parcel ishin mbjellë 1121 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, të cilat u azgjësuan me anë të djegjes. Hetimet vijojnë për të zbuluar dhe identifikuar nëse ka persona të tjerë të përfshirë në këtë rast të kultivimit të bimëve narkotike në një zonë të thellë malore. Policia e Dibrës në një reagim publik u kërkoi qytetarëve, veçanërisht banorëve të zonave rurale, të denoncojnë çdo rast apo indicie për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë javëve të fundit, policia e shtetit ka goditur disa raste të kultivimit të bimëve narkotike në vend, ndërsa bie në sy zhvendosja e kësaj veprimtarie kriminale në zona të thella malore. Parcelat e vogla të hapura në territore të vështira për t'u arritur janë një skemë që kultivuesit e kanabisit po e përdorin prej vitesh. Ndërkohë, një 50 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Durrës me qëllim ekstradimin drejt Italisë, ku është dënuar me 6 vite burg për trafikim narkotikësh.